Zoti qoft, kjo unë ta garantoj që është strikt numër 1 ushimin e ka. Për Luanën po fol. Jo, për Gjensilen. Se Luana nuk i ka six-pack si kjo, kështu që kjo kujdeset për ushqim, normal që durt nuk i ka të ushtrune, të që kjo pjesë normalisht që kjo duhet me, edhe është genetika e saj pak të durt është ma e plot, më ka ra me taku edhe live, po edhe ushtran shumë, dhe me thonë, faktikisht qatë dë që ka bo, prap me rita saj është që është të javëzër me fitness. Qështë të duk live? Unë e kumë pa para 3 vite në është ta, mirë ka qenë, po vajzën e ka pas, nuk dia ka pas atëherë diçka, po më ne ka pas bane diçka, se së është që e kumë pyt, po kështu nuk ka pas në i farë formë diçka si qëtash për shamë në sheko. Po tash është shumë strikt, Gjensilen edhe kam... Nuk mundet kjo me nxerë muskujt e komët me bibjell. Jo, së mund, E që kjo për cilën po flasim, a është një lloj presioni se e thash më herët, personazhet publike kanë shumë influencë tek të ri, tek vajzat e reja, tek djemt të ri, tek ata që e përcjellin sidomos pjesën e showbizit. A është një lloj presioni pra për t'i bërë këto ndryshimet që duken sa më bukur, mos ta them më perfekt. Presion prej kujt presion? Presion i rrjeteve sociale, i kohës, i gjithave. Po këto normalisht nuk janë veç Kosovës, janë këtë botës, që këto duhet mu dok perfekt për publikun. Tash për shambull, nëse koni unë e shon TikTok, del njona pikëngtareve, she pak dikon të celulet, krej TikTok u mushet me fotot sajna. A disa duhet këtu me qenë form, që është shumë shtire dhe për këtu, që J-Lo është Kimi e krejt, edhe ato kanë celulit. është sen që suni shmongë, është sidomos kur je... Orta kiti celulit? Kam, nëse si rigati, edhe gjeja ma shumë, geni në me geni 20 vjetë, geni unë ka po mu edhe me bikini edhe me thongs, sepse e kumë përdor një krem para 15 viti për celulit. Na i kena gjeni të kesh në familje tonë që më vitë të mbojë celuliti. Po nuk e më shefi. Ndodhi para 2 javë kesh vlorë dhe ardh një qik, tha, unë ku mendu që e ki trupin perfekt. Tash nuk ekziston perfekti, tha, pas ke celulit si korona. Tash përdhon jam njeri. Edhe u që dit, tash, a din tash se krejt që to, që montojnë që të foto janë falc. Tash, originali, ka tull dikon, vjam dikon, nëse ti nuk je strikt, me kalori, me oror, ti pa tjetër kime po të tull dikon. Para se të flasim pak për krema dhe për sublimentet që... Problemi të na që ju bote modë është që e më shefin. Ose del këtë s'kom bo kur gjo. Ose del qëmë unë si trener, du me mbrojt dikon edhe du me thonë jo s'ka të bomë për arsye se... është e pa mundur se asë J-Lo dhe me thonë unë të mbojt qka. Jo, faktikisht aja ka thonë që unë përdori gati 100.000 euro krema vish për rruda dhe për vetla. Na e dita që rrudat nuk janë hekin krema. Ti përshkon të J-Lo, ti ki trenera për shumë se i ka qu 200 kg, a thëtë unë s'ko morë kur gjo. Po, a e dina në fakti që pa suplimente 200 kg është pasik. Tash unë jam trajnere, nuk jam si Gjensila ose si Luana si ajo, po, për që duhesh me nej, për që ato e kanë fështirë këtu, duhet pa tjetër më dok bukur për tjertë. Unë e për klientët mija, për shambull, nëse ka pos raste që jem konë off-season, u arë njona për klientët e ma ka kap tullin qëtë, a pas këto la? Po, normal, nuk mu i me najtë 12 mujtë vitit e definune non-stop. është e pa mundur ajo, nuk mu i me najtë deficit non-stop. Dhe më thonë, jam... Edhe për ato, unë duna me konë perfektja, që s'ka shansë me konë. Po perfektja është me qenë vetë vetja. Po vetë vetja po se po nuk mund është me qenë gjithë mirë. Dhe natyrisht kjo e ka rëndësinë e vetë. Si kujdesesh ti? Sa ki kujdes në ushime? Sa e shko në pushime? A i ndreq fotografit në njerë, se edhe meshkujt dhe të klasin pas pak për këto para gjukime që janë daj meshkujve sët. Shumë pak si sa femnat. Me këto fotot që i postut, me të vërtet 2 femnat bukra, 2 artiste, me të vërtet njëra dhe me trup shumë të bukur, atë kanë të bona, s'kanë këta mujnë nështë ta me ditë ma shumë si janë të fushës. Për ndryshe, kur thëmë të fushës janë të fitnesset që mirën me fitness, për ndryshe jo kirurg, plastik, apo qatë qoft tjetër. Pra, 2 femnat bukra, po kur jem të fotot mund ndodhë që ka edhe Photoshop, që regulohen, editohen, regulohen edhe postohen. Kështë që mos mashtrojme me shumë pa edhe live. Ja, në këto vërën qërë të në qërën edhe në veda. Kolegja tha se para 3 viteve kërkërën po, ka qenë shumë ndryshe, ta shumë ndodhë që edhe editohet fotoja, bëhet Photoshop edhe gjithë shka ndryshon. Edhe pyetja ndaj me ishte se sa fotografit e mija, përveç kujdesit, a i regullon fotot, më pyte. Unë e kujdes nga shumë për veten, më të vërtet jam pak është i të prumë këtë farë aspekti, po e di që është mirë edhe e di që du me reflektu mirë, pasi unë jam trajnar futbolli, edhe duhet me qenë shambull në gjitha aspekt, tek gjeneratat e reja,
në rrugë, ku do qofsha, tu ke pi kafe dhe gjithkohë duhet me qenë mu dok mirë, mu pa mirë dhe me reflektu mirë. Pra, unë e mbaj vetën në ushqim, ushtroj fitness 4 deri 5 herë në javë, ushtroj shumicën e rasteve ushtroj me trener, edhe pse nuk kam shumë vite që ushtroj fitness, ndoshta 4 vite maksimumi, po sigurisht se e kam rregullu trupin mirë. Pra, këtë kujdesin e ke njësë vite më vonë, nuk është gjithmonë fitnessi i kjo. Pse njëse, Dragush? Po ta tregoj veç një rast, kur kam qenë kohën e kaluar futbollist. Atër ka qenë vetëm një fitness, Gendi mundet më konfirmu, ka qenë te Kovasht, te Xhamia Llapit, ka qenë vllai Gilet e ka posë fitnessin. Trajneri jam. Që sa mirë dhe më thonë pajtu. Ta ditë kënë shqetësit. Po, edhe në atë ko, une isha dikun 6-17 vjeqarë edhe lakma isha më shtru fitness. Atër fitness nuk ka qenë, po konë bodybuildingu që i e din Geni mirë, që u lish pak me eri, na jena pak ma plezhik gjëllë. Edhe kur shkova në fitness, fillova më ushtru, kështë shumë personazhet njëra aty që kanë morë pjesë, edhe fillesh, unë ushtesha shumë six-pack, dhe më dhonë borgën ushtesha shumë, edu shumë borgën, edhe një prej garuzo ato që sot është i ndjerë, ka qenë polec, mos të përmendja, unë e tha me posë borgën të dhe sot bona kampion. Më thonë, gjithë kush ka diçka në forma ma mirë, dikush pak ma keq, po gjithsesi se mirë e tha dhe Geni fillim, duhet një prej se cilin ka pak. Jo vetëm borgën është. Jo vetëm borgën, ose vetëm këmbët, ose kratë, ose veç gjoksin. Pra, s'kemi ditë me ushtru. Këtu do shta me dalë, në atë kohën e kaluar, s'kemi pas programe, s'kemi pas do shta, edhe trenerat të duhur, në atë kohën, ashta kanë qenë 1-2 në ashta, po e them thojza, po edhe që tash se qaj kom bo vetës. Kom fillu me ushtru, edhe pe këmbëve na futbolistat jenë shumë të fort. Edhe ushtresha me këmbë shumë, tash pak edhe mi u tregu tjerve me Demex, isha edhe i ri, që unë jam shumë i fort fizikisht, edhe që isha këmbë, edhe fillu më këmbë pak me uaj, se të falë shkoj shëran, jo dini ma mirë, jo të mirat, sigurisht edhe fillova pak, edhe filloj me mu shpejtësia. Presidenti sot që është i Federatës Futbollit Kosovës, Agim Ademi, ka qenë president i klubit në atë kohë timin, edhe ardhë, si me thonë, mas 3 mujve ardhë, mos të më përveshë, më kanë zirë, më ka qitë jashtë. Aje ka thash, ka e vetën, tha që e ke bo, tha nas po të njohim. Thash më rëmu po dok në ma mirë, fillova linjat ma mirë, më bo format e trupit, tha, ka u shpejtësia, tha na e këna di që diqka. Dhe më thonë, s'ka pos programe për fitness. E tash i gjitha mundësit, ki trejnerat të dur, ki trejnerat të dur, ki programet të ndryshme,